Izraeli ka hapur sot kutinë e Pandorës, ka bombarduar fushat më të mëdha të gazit në Iranin jugor. Menjëherë nafta ka shkuar në $110 për fuqi, duke i futur drithmat tregjeve botërore të hidrokarbureve. Irani ka premtuar hakmarrje dhe goditje të gjithë objekteve të naftës dhe gazit në gjirin persik. Ndërsa nuk dihet pse Izraeli hapi këtë spirale të rrezikshme, dihen pasojat e saj. Do ta ndjejmë me siguri që nesër kur të mbushim me karburant makinat tona. Pasoja që mund të rëndohen edhe më nëse Irani mban premtimin. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara nuk duken shumë të interesuara të ruajnë ngushticën e famshme të Hormuzit, 25 kilometrat e Silës, po kthehen tashmë në pikën më nevralgjike të rruzullit, aty ku kalon pjesa më e madhe e naftës që e furnizon atë. Dhe kjo shton pikpyetjet e këtij konflikti i cili po i afrohet muajit, nga arsyet pse ai nisi dhe deri tek përfituesit më të mëdhenj të tij. Dhe paradoksalisht, përfituesi më i madh për momentin nga ana financiare duket Irani, pasi Shtetet e Bashkuara, ndryshe nga Izraeli, nuk po bombardojnë naftbajtëset e Iranit që dërgojnë tashmë me çmime të kripura karburante në Indi, Kinë dhe vende të tjera. Ndërkohë, një tjetër zyrtar i lartë amerikan i sigurisë kombëtare dha vonë mbrëmtoreshën duke nënvizuar faktin se Shtetet e Bashkuara kanë hapur një luftë të pajustifikuar pasi Irani, sipas tij, nuk paraqiste një kërcënim iminent bërtamor apo luftarak nga Amerikës. Kjo rëndon pozitat publike të presidentit Trump, kuotat aprobuese të cilit lidhur me këtë konflikt edhe para kësaj deklarate nuk ishin, sipas Fox News, më shumë se 20%. Trump premton në mëngjes mbarimin e luftës, ndërsa në mbrëmje njofton vazhdimin e saj, ndërsa po kërcënon vendet e NATO-s, vende që gjithsesi njëri pas tjetrit po i bëjnë dalje konfliktit dhe po e lënë presidentin amerikan vetëm në shoqërinë e Izraelit. Për këtë do të flasim sonte në program, por fillimisht apo e prek kriza Shqipërinë. Qeveria thotë jo, sipas saj çmimi i karburanteve është shtuar vetëm 15%, ndërsa në bursat botërore është shtuar me 40%. Por kjo deklaratë e kryeministrit u bë para bombardimeve të Izraelit ndaj gazit të Iranit. Ky nuk është një konflikt që Perëndimi e kontrollon dot. Bile Perëndimi nuk është pjesë e tij, por po paguan pasojat, mes tyre dhe Shqipëria. E para është nafta. Sipas specialistëve, Shqipëria ka vetëm 2 javë rezerva nga blerjet e vjetra dhe këto 2 javë tashmë kanë kaluar prej kohësh. Por jo vetëm. Shkalla e inflacionit ka kërcyer në një javë nga 1.7 në 2.5%, theksoi kjo para zhvillimeve të fundit. Ndërkohë qeveria thotë se kompensim do të ketë vetëm për pensionistët. Po në të tjerat, në shumë vende qeveritë ka garantuar ngrirjen e çmimit të shitjes me shumicë, duke kompensuar grosistët e naftës. Por qeveria jon, ashtu si në rastin e Covidit, po ndjek një politikë më liberale, do kush mendon shumë liberale ndaj trajtimit të naftës. Dhe me që përmenda Covidin, atëherë u ngrit bordi monitorimit. Por kësaj radhe Rama thotë se nuk ka nevojë akoma. Po deri kur? Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Rizor. Në pjesën e dytë programit do të jem me diplomat dhe specialist sigurisë ndërkombëtare lidhur me përgjigjen që duhet t'i japim pyetjes kush po e fiton këtë konflikt në gjirin persik. Por fillimisht në pjesën e parë të programit kam kënaqësinë të kem të ftuar ministren e ekonomisë dhe të inovacionit zonën Delina Ibrahimi. Delina, mirëmbrëma, faleminderit që më mësoni kënaqësi. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Sigurisht ky është një nga krizat e radhës me cilët po përballet qeverisja e gjatë socialiste, kujtoj këtu Covidin, Ukrainën dhe tashmë dhe temi konfliktin në gjirin persik, dhe sigurisht janë të treja situata të cilat japin goditjen e parë pikërisht tek temit e lëndët që konsumojnë më shumë shqiptarë, duke filluar nga karburanti dhe pastaj dhe tek ushqimet, tek vlera e paras e tjerë. Sot ju keni patur një takim publik bashkë me temi grosistët e mëdhej, pra të shitësit e mëdhej të karburanteve në Shqipëri, ku kryeministri ka nënvizuar faktin se çmimet nuk janë rritur ajsa në bursën botërore dhe se për momentin nuk ka nevojë për ndërhyrje të mëtejshme, bile nuk ka nevojë as për monitorim. Ku e gjen qeveria shqiptare sigurinë se nuk do të ketë spekulime, sepse zakonisht ne e dim, kjo është historia botërore, spekulantët lulëzojnë pikërisht gjatë krizave dhe konflikteve. Në fakt, nuk është vërtet që nuk do të ketë monitorime ka,
dhe ne që prej fillimit të konfliktit, duke e kuptuar rëndësinë, po edhe duke parë gjithë zhvillimet në bursat ndërkombëtare të çmimeve të karburanteve, bëm një takim të parë me grosistët të karburanteve, ku diskutuam në radhë të parë mbi rezervën. Çmimi është sigurisht shumë i rëndësishëm, po vjen pas zinxhirëve të furnizimit dhe për ne ishte rëndësishme në atë moment që të kuptonim se ku jemi me rezervën, a është duke u zbatuar legjislacionin për rezervën e detyrueshme dhe a do të kemi ne problematika në zinxhirin të furnizimit në rast të një konflikti të zgjatur dhe sa tregtarët tanë janë të lidhur me naftën që prodhohet apo që kalon nga lindja mesme, nga ngushtica e Hormuzit. Dhe kjo ka qenë pjesa parë e bisedës. A keni ju një vlerësim sa nga, se ne këtë, ne jemi dhe vend prodhues, po kam përshtypjen që karburantet që ne konsumojmë janë karburantet importit. Pas janë përpunuar, vinë përpunuar nga jashtë për shkak të shkallës ulit përpunimi që ne kemi në vend. Por a keni informacion të saktë se sa përqind e karburantet që ne konsumojmë vjen nga zona e konfliktit? Sipas gjithë tregtarëve, karburantet që ne konsumojmë dhe kontratat afatgjata që ata kanë me grosistët e karburanteve pra në tregjet ndërkombëtare janë karburante që nuk kalojnë nga kanali i Hormuzit. Pra dhe kontratat garantojnë një vazhdueshmëri të ofertës në tregun shqiptar për karburante. Dhe kjo është pika e parë dhe më e rëndësishme. Pra ne nuk kemi një varësi nga importet që mund të kalojnë nga ngushtica e Hormuzit. Jo, ne nuk kemi nga importet e karburanteve. Karburanteve, patjetër. Ndërkohë që, dhe kjo ishte elementi më i rëndësishëm, pra garantuam, u siguruam që kishin rezervat e mjaftueshme ligjore, u siguruam që kishin një kontrata afatgjata që garantojnë furnizim, dhe le të themi shqetësimi i parë dhe kryesor kaloi. Ndërkohë që patjetër që pavarësisht se ne nuk kemi të varur në zinxhir të furnizimit nga kanali i Hormuzit, çmimi i bursës është një çmim që reflekton uljen e ofertës globale të karburanteve, ndaj edhe patjetër që neve duke qenë importues neto të karburanteve, jemi price taker, pra çmimin e marrim siç luhatet nëpër bursë dhe nuk kemi asnjë mundësi që me prodhim vendas ta mitigojmë, edhe sepse karburanti që nxirret nga nën toka shqiptare është naftë bruto, ka nevojë për shumë rafinim, një cilësie të ulët le të themi, dhe ka nevojë për shumë rafinim në mënyrë që të mund të përdoret, impjante të cilat ne nuk i kemi në vend, pra nuk është një naftë që ne mund ta përdorim për qëllime të konsumit të përgjithshëm, por përdoret për qëllime industriale. Pra dhe tani sa i takon çmimeve, që nga momenti i parë, i takimit të parë, por dhe që nga momenti i krizës, ne filluam të monitorojmë në bazë ditore çmimit. E vërteta është që me rritjen e çmimeve të bursës, u ndje automatikisht një rritje edhe në çmimet e tregut të pakicës dhe ka pasur edhe... Vetëm një pyetje, zëri ministre, nëse më lejon. Ju folët për atë rezervën strategjike që ne duhet ta kemi si shtet. Të paktën, me sa kam folur unë, rezervat e grosistëve, rezervat e vjetra, pra bleret e vjetra, me çmimet e vjetra, nuk kalonin më shumë se 2 javë. Këtë nga gazetarë specialistë të ekonomisë që kanë pohuar në këtë program, pastaj ju ma konfirmonin nëse është e vërtetë apo jo. Ndërkohë konflikti po i afrohet muajit. Le të themi, rezervat e vjetra, pra të çmimeve të vjetra, tashmë besoj kanë mbaruar. Rezervat, shoqëritë tregtare të karburanteve janë të detyruar që edhe në rast konflikti të kenë rezervë të detyrueshme. Po për sa kohë? Pra, ato kanë rezerva detyrueshme është për 30 ditë, e cila gjendet në magazina doganore dhe çmimi i asaj rezervës dhe zhdoganimi i rezervës bëhet me çmimin e bursës. Pra, në kontratat që ata kanë, ata mbajnë një stok në magazina doganore dhe gjithashtu nga informacioni që ne kemi marrë pra për 30 ditë, i cili vazhdon të jetë aty, dhe nga informacioni që ne kemi marrë nga tregtarët, është që ata kanë anije të cilat janë rrugës duke ardhur në vend, të cilat garantojnë për një furnizim të karburanteve për 90 ditë. Pra, nuk kemi një situatë ku
rezerva është problematike në këtë moment. Për çështjen e rezervës, në fakt ne Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës ka hartuar një projekt ligj, i cili është dhe në zbatim të gjithë direktivave europiane dhe detyrimeve që ne kemi në drejtim të integrimit evropian, ku parashikon krijimin e një entiteti shtetëror, i cili do të mbajë të stokuar rezervën për 90 ditë dhe i cili do të ka një mekanizëm se si do të furnizohet nëpërmjet sigurisht dhe bashkëpunimit me tregtarët vendas, ku do të ketë një lloj tarife që ato do të paguajnë me qëllim krijimin e kësaj rezerve të detyrueshme për 90 ditë dhe ajo do të menaxhohet nga një entitet shtetëror. Por kjo është një bisedë që do ta bëjmë një moment të vim, jo shumë larg, ne besojmë që në projekt ligji është në konsultim publik dhe ne besojmë që në krye të 2 apo 3 javëve do kemi mundësinë që projekt ligjin ta kalojmë në Këshill të Ministrave dhe pastaj sigurisht në rrugën zyrtare. Zëri ministre, ju thatë që nuk do kemi probleme në furnizim. Pra, grossistët kanë garantuar që edhe pas mbarimit të 30 ditëve ku rezervat janë rrugës furnizime që do të garantojnë dhe spaku dhe për 3 muaj tjerë, shpresojmë që konflikti deri atëherë do të ketë marrë një drejtim të caktuar. Po ju thatë një gjë që mua më bëri përshtypje, ju thatë që edhe rezervat që janë, pra që janë të grossistëve, që janë në Shqipëri, pra që ruhen në magazina, apo si quhen, do të zhdoganohen me çmimet e bursës. Pra le të themi, po spekuloj me shifra tani. Pra nëse një litër naftë, një fuqi naftë që është bler me 70 litra, me 70 dollar para 3 muajsh, sot, kur dalin nga rezerva, do të zhdoganohet me çmimin e ri, me 110. Pagesat, kontratat që ata kanë me furnitorët e tyre, parashikojnë që pavarësisht se